diabeti i fshehur ose ne si mjek endokrinolog e quajmë faza e prediabetit. Dhe kjo është shumë problematike sepse të paktën pacientët të cilët kanë diabet ekzaminohen dhe mjekohen, por diabeti i fshehur është faza që glicemia është pak mbi normë. Në qoftë se normat e glicemisë tek diabetikët janë 110-120, në diabetin e fshehur kemi një tolerancë të dëmtuar të diabetit. Pra në këtë rast organizmi ynë prodhon insulin, por kjo insulin nuk është aktive, pra organizmi nuk është në gjendje që ta fusë në punë këtë insulin që prodhohet nga qelizat e pankreasit. Zakonisht ndodh tek pacientët të cilët janë obez, diabeti i fshehur, kemi kryesorja është hemoglobina e glukozuar ose HbA1c-ja që i themi ne. Në qoftë se kjo rritet mbi 6.2 që janë normat, por mbaret nga kitet e laboratorëve, atëherë themi që është një problem. Por tek diabeti i fshehur ose prediabeti që themi ne, kryesorja është dieta, aktiviteti fizik, dhe pastaj kur ne nuk arrim në norma që duam me dietë dhe me aktivitet fizik, atëherë kemi fazën e mjekimit, i cili pastaj është i ndryshëm në bazë të gjendjes që paraqitet tek pacienti.